I strukur mes kodrave të qeta dhe tokave pjellore, ndodhet Godanci, një fshat që ndoshta pakush e njeh, por që fsheh brenda tij një energji të rrallë të jetës rurale. Rrugicat e ngushta të Godancit kalojnë mes shtëpive të gurta, oborreve të mbushura me lule dhe kopshtijeve që shtrihen me kujdes nën hijen e diellit. Në mesin e këtij fshati, gjendet një nga njerëzit që e mban të gjallë veprimtarinë e bujqësisë, Skënder Ramadani, fermer i përkushtuar, i cili çdo ditë e nis në sera. Jemi në fshatin Godanc, komuna e Shtimës, në fidanishten e Godancit. Është ky po besoj edhe vendi ku ju keni lindur, në këtë vend jeni rritur? Po. Këtu kemi lind, edhe veprimtarinë e kemi fillu prej vitit 1993, kur kam qenë student në fakultetin e bujqësisë në Prishtinë. Fillimisht me një sipërfaqe shumë të vogël, po edhe me kushte primitive kemi punu, po të e pas parasysh se kërkesat për fidone u rritëshin, atëherë gradualisht kemi shku në rritjen e sipërfaqes. Ndërsa mas luftës, duke i falenderu organizatat e huaja, Ministrinë e Bujqësisë, na kanë ndihmu në rritjen e sipërfaqes dhe në modernizimin e linjes për prodhimin e fidoneve. I përmende vitet e hershme në atë kohë kur veç keni fillu fillimet e juaja, po ndalemi pak tek fillimet edhe nëse mundesh me na tregu se me çka keni fillu atë në atë kohë, cili ka qenë fruti ose perimi i parë me cilin ju keni fillu edhe një zhvillim ndër vite. Kemi fillu me prodhim të fidone, me një numër shumë të vogël, nashta maksimum tej 5.000 fidone në vit, për arsye se hapësira ka qenë shumë e kufizume, dhe në atë kohë ka dominu kultura e specit, e domatës edhe e kastravecit. Ndërsa sot, kësaj liste ja kemi shtu edhe shumë lloje të perimeve normal me kërkesë të konsumatorëve. Po e pa pak a shumë edhe ka fruta, pastaj perime të ndryshme. Tregona pak sa ka qenë e vështirë krejt kjo rruga, sepse po e cek që ka mbi 3 dekada, apo jo, që ju e bëni këtë punë. Sa ka qenë e vështirë që ti të zhvillohesh edhe sot të kesh një sukses kaq të madh sikur se sot ku jemi ne këto? Të merresh me bujqësi është një punë jashtëzakonisht e vështirë, është një punë mjaft delikate, kërkon kujdesje maksimale, edhe është një fjalë popullore që thuhet se bujqësia është fabrik pa kulm, edhe gjithçka varet prej Zotit. Kështu që ka pas sfida, ka pas probleme, sa në mirë, po edhe ajo është pjesë e punës, pjesë e jetës, na nuk kemi dorëzuar asnjëherë. Skënderi kultivon në disa sera moderne, ku përdor teknika të reja të ujitjes dhe mbrojtjes së bimëve. Ai beson se bujqësia është e ardhmja e këtij vendi, nëse ka mbështetje dhe përkushtim. I përmendet perime të ndryshme dhe po du pak më ndal kryesisht tek specat, pastaj sëmborgat, po ndoshta edhe për shikuesit që nuk e dinë, si rritet një spec. Nëse mundesh shkurtimisht me na shpjegu, duke marrë parasysh që në vendin tonë klima është shumë e ndryshueshme, ka ditë shumë e shi, ka ditë shumë të nxehta, sa ndikojnë pastaj këto ndryshimi drastik i temperaturave në rritjen e tyre. Edhe na jem dëshmitar se klima ka ndryshuar, sidomos muaj janar edhe shkurt, ka ndryshime, do me thonë, ka pas temperatura plus, ka pas minus të theksum, po ma e keqja është se koha tani po ndryshon në muajin prill, veç kur fillon puna në bujqësi, sidomos në sera, dhe është një problem shumë i madh që po shtyhet edhe afati i mbjelljes. Kjo ka ndikuar edhe në furnizimin e tregut me prodhimet tona të freskëta. Mirë, po prap unë ja përparësi kultivimit perime në sera, për arsye se kushtet janë nën kontroll, janë fushat mbrojtura, vetë fjala po tregon se këtu bimën e kemi në kontroll të plot. Është e mbrojtur nga të ftoftit, është e mbrojtur nga temperaturat e larta, lagështia, breshri, edhe shumë faktorë tjerë. Në serat e tij rriten 10 lloje bimësh. E çdo bim ka historinë e vet, kujdesin e përditshëm dhe përkushtimin që nuk njeh ditëpushimi. Zakonisht na fillojna me prodhim të fidoneve. Përgatitjet bëhen shumë herët, mbjellja fillon
e forës. Me 15 janar të e mjellë kështu fazë, mandej, mos i ta kryjmë me fidone, i kultivujmë edhe vetë perimet për frut, dominon domatja, speci, ndoshta edhe kastraveci, sallata e gjelbërt, edhe ja përshtatëm kushteve klimatike. Domatja, speci, kastraveci mbillen pranverë për shkak të kërkesave të mëdha për dritë edhe për temperaturë, ndërsa në vjesht të njëjtën sipërfaqe e shfrytëzojna me kornishon ose me kastravec për punim, për konservim, ndërsa gjatë dimnit mirëm me kultivimin e sallatës gjelbërt, që nuk ka kërkesa specifike për temperaturë dhe për dritë. Po, do më thënë nuk është që i pengojnë këto dy faktorë. Zotri Skënder, ajo se që kam kalon shumë për shtypje është se ju e cekët përkundrazi që shumë fermer ose shumë bujq të tjerë e përdorin këtë metodën e pesticideve dhe rritjen, themi popullore, në gjuhën popullore me zarë. Ju e bëni në mënyrë spontane, e leni që bima, fruti, fidani të rritet në mënyrë vetvetio. Pse ke vendosur që ta aplikosh këto dhe sa është rëndësishme? Çdo herë në kom thonë që qelësi kryesor i suksesit të një fermeri që mirët me kultivim perime është fidoni cilësor. Dhe më thonë, përgatitja profesionale e fidoneve. Këto në fidone na nuk mujna me eliminu përdorimin e pesticideve. Është e pamundur, sepse i kultivojna dhe më thonë kushtet jashtëzakonshme kur ka lagështi të tepërt, ka temperaturë të ulët, ka temperaturë të lartë, mirë po fidonin e prodhojna në mënyrë profesionale, është fidan i licencuar, dhe më thonë, për me marrë licencët do të mi bon edhe analizat fitopatologjike, kështu që fidoni është i pastërt. Mirë po, edhe në fush, nuk po hom që mujna me eliminu përdorimin e pesticideve, po çdo herë fermeri duhet me pas parasysh se çfarë preparati po përdor. Duhet me konsultu me eksperta, duhet me konsultu me shitësit e pesticideve, duhet me shfrytëzu edhe literaturën, dhe më thonë dhonat në internet, çfarë karakteristika ka, kur duhet me përdor, sa është kohëzgjatja e karencës, edhe mos me përdor pesticide që kanë karencë gjatë. Për arsye se tash ne jem të prodhu edhe për shtetet e BE-s. Dhe më thonë, sidomos speci dominant, edhe domatja po, edhe mbëjena nuk mujna me shti shkado sepse kontrolla është shumë e madhe. Serat e tij janë të mbuluara me plastik të tejdokshme, ku drita depërton botë duke krijuar kushte ideale për kultivimin e shumëllojshëm të produkteve. Tregona pak për sistemin, e po pak më herët ndoshta edhe për shikuesit, sepse keni vendosur ta krijoni një sistem të tillë në këtë serë. Kjo është një serë digjitale, çdo herë duke ju falendëruar organizatës Swiss Contact, projekti i PPS-s, na kanë ndihmu me participim 50%, edhe këtu, siç po shihet, temperatura është më e ulët këtu se sa jashtë. Ashtu edhe në këtë fazë duajnë fidonet e perime. Është rrjeta për hezim, është rrjetë digjitale, edhe varësisht nga intensiteti i ndriçimit kjo rregullohet vetë, mbyllet, qilet vetë. Mandej është sistemi i ujitjes në formë shiut, ku në të njëjtën kohë ky sistem e bën edhe ujitjen, po e ka edhe mundësinë e trajtimit me preparate kimike edhe të ushqimit të fidoneve. Mandej janë edhe pajisjet për mbjelljen e farës që ka qenë përkrahje nga PPS-i. Skënderi mban edhe një titull si doktor i fushës së agronomisë, e këtë titull ai e gëzoi pas shumë orëve të gjata pune, duke lecuar dhe duke studiuar vetbimën. Po du me e cekë edhe një pjesë, që ju jeni edhe agronom i shkolluar, i doktoruar, madje jeni edhe doktorant. Kjo ju bën pastaj që i përmendet këto termet mjekësore, ndoshta kjo është për shkak edhe të përvojës edhe të studimeve. Tregona pak për këtë pjesën e studimeve dhe sa të ka ndihmu pastaj kjo titulli juaj që të zhvilloni edhe të punoni këtë punë. Edhe sa mund ju zhdesh me arrit deri aty. Po, ka qenë një mundim, domethënë, na në atë kohë kena studiuar kushte jashtëzakonisht vështira ka pas, skamje, po nuk jena dorëzu kurrë. Domethënë e kam kry fakultetin, e kam kry masterin, doktoraturën, kështu që ajo na ka ndihmu shumë. Çdo herë
duke ju falenderu profesorave të fakultetit bujqësisë që çdo herë na kanë motivu për punë hulumtuese, shkencore, edhe sot në këtë ambient ku po e boni ju gjirimin 4 doktoratura, 4 studenta i kanë përfundu pjesën praktike të doktoraturës. Tek këto. Te une, në fidanishten e Kotonës. Dikun 8 mastera, 8 tema për master jenë kry. Edhe nuk e di as vetë so bachelor jenë kry. Kështu që ata studenta që kanë bon punë praktike, ajo nuk harruhet kur mo. Dita e ditës, numri i fidaneve në punishtën e Skënderit po rritet, kjo fal dashurisë dhe vullnetit që ai ka për agrikulturën e bujqësinë. Ai dha edhe një mesazh për të gjithë adhuruesit e kësaj veprimtarie. Plani është si fidanishte, po them, çdo herë na duhet shkojmë drejt modernizimit në linjën e prodhimit fitoneve. Po e shihni që vetëm kjo serë me një hapësirë 1000 metra katror është e digitalizuar. Domethënë ka çdo kushte. Serra tjera ju. Tash në anën tjetër, kërkesat për fidone janë në rritje. Ndërsa sa i përket rinis është një zhgënjem për arsye se shumë të ri nuk pedojnë bujqësinë. Edhe mendjen e kanë në perëndim. Po unë ju kishna thonë atyne që shumë ma mirë është këto, mu marrë me bujqësi. Po çdo herë gjeneratën e re duhet me pas shteti prioritet me ndihmu edhe me kyç biznes. Me punën e tij dhe angazhimin e palodhshëm, Skënder Ramadani jo vetëm që ka korrur suksese të shumta, por është kthyer në shembull dhe inspirim për shumë e shumë gjenerata të tjera.